ekzistojnë proceset e sistemit të drejtësisë dhe ne jemi të hapur për të gjitha hetimet që do zhvillohen. Është e rëndësishme të ritheksohet që nuk ka amnesti për asnjë keqbërës për çdo i cili ka manipuluar gjatë evidentimit apo numërimit dhe hetimet le të shkojnë deri në fund. Kur t'i kemi të dhënat e plota, padyshim që do të shihet nëse ka material edhe për ata, por tash për tash nuk mund të themi. Duket që janë disa komuna në të cilët janë më të përqendruara këto manipulimet dhe duhet ta bëjmë ndarjen midis gabimeve të mundshme teknike që në fundit janë njerëzore edhe pse asnjëherë s'janë të mira dhe manipulimeve të qëllimshme apo madje edhe organizimit të më shumë se 1-2 personave për manipulim.